Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 24 vjeçe dhe deri para asaj vere mendoja se gjithçka në jetën time ishte në vendin e duhur. Isha e fejuar prej gati një viti me një djalë që më donte sinqerisht. Nuk ishte lidhja më pasionante në botë, por ishte e qëndrueshme, e qetë dhe pa dramë. Ai ishte i kujdesshëm, i duruar, gjithmonë aty kur më duhej. Dhe unë besoja që kaq mjaftonte. Madje shpesh i thosha vetes që kjo ishte ajo që duhej vërtet për të quajtur dashuri. Por diku thellë brenda meje kishte edhe një pjesë tjetër. Një pjesë që kërkonte diçka më shumë emocion, spontanitet dhe më shumë ndjesi. Nuk e pranoja shpesh këtë gjë, por ishte aty. Kur erdhi vera, unë dhe shoqet vendosëm të shkonim disa ditë me pushime në jug. Ishte një plan që e prisnim prej kohësh, det, muzik, dalje, liri. Ja tregova të fejuarit, ai buzëqeshi dhe më tha: "Patjetër, shko dhe kënaqu, kam besim tek ti." Ajo fjali më mbeti në mendje. Nuk kishte asnjë dyshim në zërin e tij, asnjë kontroll, vetëm besim. Dhe ndoshta pikërisht kjo e bëri edhe më të rëndë atë që më ndodhi më pas. Unë nisëm plot energji. Ditët në jug kalonin shpejt. Plazh gjatë ditës, muzikë dhe dalje në darkë. Ishte një botë tjetër nga ajo që kisha lënë në Tiranë. Nuk kishte rutinë, nuk kishte përgjegjësi, vetëm moment. Dhe në atë atmosferë gjithçka dukej më e lehtë, më e lirë. Një mbrëmje ndërsa ishim ulur në një lokal buzdetit e pash për herë të parë. Nuk ishte diçka dramatike, thjesht një shikim që zjati më shumë se ç'duhej. Ai ishte i qetë, i sigurt në veten e tij, me një mënyrë të foluri që të tërhiqte pa e kuptuar. Pas pak minutash u gjend pranë nesh. Filloi një bisedë të thjeshtë. Emri, nga jeni, sa di dorini, gjëra tipike. Por diçka në mënyrën si ai fliste më bëri të ndihem krejt ndryshe. Më bëri të ndihem e vënre, e dëgjuar, e rëndësishme. Ditën tjetër e takova përsëri dhe pastaj përsëri. Pa e planifikuar, filluam të kalonim kohë bashk. Fillimisht në grup, pastaj vetëm. Nuk ishte diçka që e mendova gjatë. Thjesht ndodhi aty për aty. Dhe unë nuk e ndala. Në ato ditë nuk isha më vajza e fejuar. Isha thjesht një vajzë 24 vjeçare që po jetonte momentin. Ai më bënte të qeshja, më bënte të haroja çdo gjë tjetër. Më bënte të ndihesha si dikur, para se gjithçka të bëhej serioze. Dhe ndërkohë, mendimi për të fejuarin filloi të zbehej. Jo sepse nuk kishte më rëndësi, por sepse unë po zgjidhja të mos mendoja më për të. Një natë gjithçka kaloi kufirin. Ishte një moment ku e dija shumë mirë se çfarë po bëja. Nuk ishte impuls i verbër, ishte një zgjedhje, një moment ku mund të ndalesha dhe nuk e bëra. Në atë çast nuk mendova për pasojat, vetëm për ndjesinë, por ndjesit zgjasin pak. Të nesërme në mëngjes kur u zgjova gjithçka ishte ndryshe. Ai ishte aty, por ndjesia nuk ishte e njëjtë. Nuk ishte e lehtë, ishte shumë e rëndë, sepse realiteti ishte kthyer. Mora telefonin, një mesazh nga i fejuari. "Si je?" më mori malli. E lexova disa herë dhe nuk dija çfarë të thosha. Për herë të parë ndihesha sikur nuk e meritoja atë mesazh. Pushimet vazhduan edhe për disa ditë, por për mua nuk ishin më njësoj. Nuk ishte më lehtësinë e fillimit. Ishte një ndjenjë faji që më ndiqte në çdo moment. U ktheva në Tiranë dhe gjithçka dukej si më parë. E njëjta shtëpi, e njëjta rutinë, por unë nuk isha e njëjta. U takova me të fejuarin. Ai më përqafoi fort si gjithmonë. Më pyeti për pushimet, qeshi me historitë e mia dhe unë bëja sikur gjithçka ishte normale. Por brenda meje nuk ishte. Kishte diçka që ai nuk e dinte dhe ajo gjë më rëndonte çdo ditë. Ajo që ndodhi atë verë nuk ishte thjesht një gabim. Ishte një pasqyrë. Një moment që më tregoi një anë të vetes që nuk e njihja,
Një anë që mund të shmangte përgjegjësinë, që mund të justifikonte veten me momentin. Sot kur e kujtoj, nuk e shoh si një histori romantike, nuk e shoh si një aventurë vere, e shoh si një mësim të vështirë për besimin, për kufit, për veten. Besimi që dikush të jep është i brisht, dhe ndonjëherë mjafton një moment për ta thyer. Dhe pasi thyhet, asgjë nuk është më si më parë. Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 24 vjeçe dhe deri para asaj vere mendoja se gjithçka në jetën time ishte në vendin e duhur. Isha e fejuar prej gati një viti me një djalë që më donte sinqerisht. Nuk ishte lidhja më pasionante në botë, por ishte e qëndrueshme, e qetë dhe pa dram. Ai ishte i kujdesshëm, i duruar, gjithmonë aty kur më duhej. Dhe unë besoja që kaq mjaftonte. Madje shpesh i thosha vetes që kjo ishte ajo që duhej vërtet për të quajtur dashuri. Por diku thellë brenda meje kishte edhe një pjesë tjetër. Një pjesë që kërkonte diçka më shumë emocion, spontanitet dhe më shumë ndjesi. Nuk e pranoja shpesh këtë gjë, por ishte aty. Kur erdhi vera, unë dhe shoqet vendosëm të shkonim disa ditë me pushime në jug. Ishte një plan që e prisnim prej kohësh, det, muzik, dalje, liri. Ja tregova të fejuarit, ai buzëqeshi dhe më tha: "Patjetër, shko dhe kënaqu, kam besim tek ti." Ajo fjali më mbeti në mendje. Nuk kishte asnjë dyshim në zërin e tij, asnjë kontroll, vetëm besim. Dhe ndoshta pikërisht kjo e bëri edhe më të rëndë atë që më ndodhi më pas. Unë nisëm plot energji. Ditët në jug kalonin shpejt. Plazh gjatë ditës, muzikë dhe dalje në darkë. Ishte një botë tjetër nga ajo që kisha lënë në Tiranë. Nuk kishte rutinë, nuk kishte përgjegjësi, vetëm moment. Dhe në atë atmosferë gjithçka dukej më e lehtë, më e lirë. Një mbrëmje ndërsa ishim ulur në një lokal buzdetit e pash për herë të parë. Nuk ishte diçka dramatike, thjesht një shikim që zjati më shumë se ç'duhej. Ai ishte i qetë, i sigurt në veten e tij, me një mënyrë të foluri që të tërhiqte pa e kuptuar. Pas pak minutash u gjend pranë nesh. Filloi një bisedë të thjeshtë. Emri, nga jeni, sa di do rini, gjëra tipike. Por diçka në mënyrën si ai fliste më bëri të ndihem krejt ndryshe. Më bëri të ndihem e vënre, e dëgjuar, e rëndësishme. Ditën tjetër e takova